تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد Gjithë lavdia I takon vetëm Allahut, ata e lavdron dhe I shprehin lavdi, prej tij kërkojmë ndihmë dhe prej tij kërkojmë falje, kërkojmë mbrojtje tek Allahu nga keqja e vetes sonë dhe nga këqijat e veprave tona. Kë udhëzon Allahu s'ka kush e devion, dhe kë devon Allahu s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut një, I cili nuk ka ortak dhe nuk ka rival, dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe I dërguar I tij. Selavatet dhe selamet e shumta të Allahut qofshin për të, për familjen e tij dhe të gjithë shokët e tij, si dhe të gjithë ata që e ndjekin udhën e tyre deri në ditën e gjykimit. Mëtej, o Zoti ynë, Ti je I lartësuar dhe I pastër nga çdo emet. Ne nuk dim asgjë posa asaj që na ke mësuar Ti, në të vërtetë Ti je gjithdituri, I urti. O Allah, na bëj të dobishme atë që na ke mësuar, na mëso atë që na bën dobi, na shto diturinë, na përmirëso gjendjen tonë tërësi dhe mos na lër të mbështetur në vetët tona asnjë çast. Mëtej, vazhdojmë me leximin e librit Usulul Iman, bazat e imanit, bazat e besimit, nga autori Imam Sheikhul Islam Muhammed ibn Abdul Wahhab. Allahu e mëshiroft dhe e falt atë, na falt ne, prindrit tan dhe të gjithë muslimanët dhe muslimanet, besimtarët dhe besimtarët, të gjallët dhe të vdekurit. Në vazhdim të këtyre temave që I ka përmendur autori rahimahullah në këtë libër, bazat e imanit, është tema që thot fadilatu talab al-hadith wan nasihati lil muslimin. Domethënë vlera për mësimin e hadithit dhe vlera e këshillës ose çiltërsisë ndaj muslimanëve. Thot autori rahimahullah wa an ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pra transmetohet nga Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu se I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Nadhara Allahu 'abdan sami'a maqalati fa hafidhaha wa wa'aha wa addaha. Thot Allahu ja ndriçoft fytyrën, ose Allahu ja ka ndriçuar fytyrën, ose ja ndriçon një robi që e dëgjon fjalën time, e ruan dhe e kupton, pastaj e transmeton ose e përçon. Farubba hamili fiqhin ghayru faqih. Do të thonë shumë herë bartësi I fiqhut ndodh që nuk është faqih. Wa rubba hamili fiqhin ila man huwa afqahu minhu. Edhe shpesh herë bartësi I fiqhut, do të thonë bart atë fiqhun diturinë te dikush që është më faqih, më shumë që kupton ose që ka dituri se ai. Pastaj në vazhdim thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thalathun la yaghillu alayhinna qalbu muslim. Do të thonë për 3 gjëra nuk ka urrëti ose papastërti ose do të thonë ndjenja të këqija nuk ka zemra e muslimanit për 3 gjëra. Ikhlasul amali lillah, do të thonë përkushtimi I veprës vetëm për Allahun, pastrimi I veprës vetëm për Allahun, wan nasihatu lil muslimin, këshilla dhe çiltërsia ndaj muslimanëve, wa luzumu jama'atihim, dhe qëndrimi, do të thonë në xhamatin e tyre. Fa inna da'watahum tuhitu man wara'ahum, sepse lutja e tyre ose thirrja e tyre, do të thonë I përfshin edhe ata që janë pas tyre. Thot autori rahimahullah, rawahu ash-Shafi'i wal-Bayhaqi fi al-Madkhal, ورواه أحمد وابن ماجه والدارمي عن زيد بن ثابت. Do thot këtë hadith e kanë transmetuar Imam Shafiu dhe ka transmetuar Bayhaqiu në hyrjen e librit të tij, dhe ka transmetuar Imam Ahmedi, Ibn Majah dhe Darimi, këta kanë transmetuar nga Zeid ibn Thabit radhiyallahu anil jami'. Pastaj tjetër hadith ose
domethënë përmend edhe një tjetër transmetim të këtij hadithi, thot wa rawahu Ahmed wa Abu Dawud wa Tirmidhi an Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu. Gjithashtu e kanë transmetuar këtë hadith Abu Dawudi, Tirmidhiu dhe Ahmedi nga Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu. Ky hadith është hadith i njohur dhe është hadith që kanë transmetuar shumë sahabe. Ky është prej haditheve mutawatir, do të thonë Allahu ja ndriçoft fytyrën një robi që mëson hadithin, do të thonë dhe transmeton hadithin. E kanë transmetuar shumë prej sahabeve. Është një prej haditheve mutawatir me numrin një prej haditheve, do të thonë me numrat më të mëdhenj të transmetimeve. Dhe besoj që e kuptoni çka do të thonë mutawatir, do thotë hadith që transmetohet me zinxhire të shumta, që nuk është e mundur të jenë marrë vesh ata ndërmjet veti për ta saju një fjalë të tillë ose nuk ka mundësi që të gjithë ata ta bëjnë gabimin e njëjtë në transmetim. Këtu pra autori ka thënë se ka transmetuar Imam Shafiu dhe Bejhaqiu në Medkhal, kurse Medkhal nuk është libër i veçantë i Bejhaqiut, po është pjesë e librit të tij që quhet As-Sunanul Kubra. Pasi Bejhaqiu ka qenë dietar i madh i hadithit dhe ka qenë pasues, yarhamukallah. Ka qenë pasues i përpikt i mëdhëbit Imam Shafiut. Dhe për këtë shkak ka shkruar libra, domethënë të shumtë që ti argumentojë mendimet e mëdhëbit Shafi me hadithe. Edhe kanë përmendur dietarët se ndonjëherë është, domethënë, dhuntia që e ka dhënë Allahu subhanahu wa taala dhe fuqia e Allahut për mbrojtjen e kësaj feje vjen në forma të çuditshme, që e tregon, do thotë, gjithashtu argumenton vërtetësinë e kësaj feje. Pasi Allahu ka thënë ne kemi zbritur Kur'anin dhe ne do ta mbrojmë atë, dhe padyshim se mbrojtja e Kur'anit ose pjesë e mbrojtjes Kur'anit është gjithashtu edhe mbrojtja e sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe domethënë në këtë mënyrë Allahu i ka nënshtruar dietarët e kësaj feje që të jenë në shërbim të çuditshëm, që nuk ekziston askund tjetër përveç se në Islam. Nuk ekziston një shërbim i tillë i transmetimit, duke filluar nga libri i Allahut, pastaj gjithashtu edhe suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është i transmetuar dhe i ruajtur në mënyrë të mrekullueshme. Do të thënë është mrekulli që e ka zbrit Allahu subhanahu wa taala. Edhe një prej këtyre mënyrave është që disa prej dietarëve kanë qenë fanatik në mëdhëbin e tyre, në cilin janë rritur. Se kuptohet se cili musliman do të fillojë ta mësoj fen dhe fikhun, do ta mësoj në mëdhëbin që është i përhapur në vendin e tij. Por disa prej tyre kanë qenë shumë ndjekës të përpikt atij mëdhëbi dhe e kanë shërby. Mirpo nga ky shërbim që kanë dashur t'ia bëjnë mëdhëbit, do të thënë kanë shërby shumë hadithit. Janë angazhuar me mësimin e hadithit, me shoqëritjen e transmetimeve, me nxjerrjen e zinxhirëve të transmetimit të kështu me radhë dhe kanë shkruar libra të shumtë. Edhe një prej tyre është ky dietar i madh, do të thënë Bejhaqiu, i cili e ka shërby shumë mëdhëbin Shafi. Duke e shërby, do të thënë, e ka shkruar shumë libra të hadithit dhe ka shkruar, do të thënë, një libër që quhet As-Sunanus Sughra, do të thënë suneni i vogël, pra libri i vogël i suneneve. Edhe ka Sunanul Wusta, që njihet ndryshe me emrin Ma'rifatus Sunan wal Athar. As-Sunanus Sughra, do të thënë libri i mesëm i sunenit, që e ka përpilu Bejhaqiu, edhe përndryshe titullin e ka edhe njohja suneteve dhe gjurmëve të, do të thënë, selefit, dhe libri tjetër As-Sunanul Kubra, do të thënë libri i madh i sunenit, që është i njohur edhe është i përhapur edhe është prej librave bazë të hadithit. Dhe në këtë libër, në hyrje, do të thënë, ka transmetuar këtë hadith që tregon vlerën e angazhimit me mësimin dhe transmetimin e hadithit.
padyshim, do të flasim për kuptimin e hadithit. Do të thonë, pra në hyrje të librit madh të Sunenit e ka përmendur këtë dhe Bejhakiu, do të thonë, aq shumë ka transmetuar, nuk ka lënë transmetim që ka ardhur nga Imam Shafiu, që nuk e ka shqyrtuar dhe nuk e ka regjistruar. Prandaj shumë prej dietarëve nuk e përmendin të dytë, si ka bërë këtu autori, e ka transmetuar Shafiu dhe e ka transmetuar Bejhakiu. Se kur thuhet e ka transmetuar Bejhakiu, do të thonë padyshim se është prej transmetimeve të Shafiut. Do të thonë i ka mbledhur transmetime të shumta, po ato që janë nga Imam Shafiu, do thotë nuk ka shanse që ti kenë mungu pra Bejhakiut. Edhe e kundërta, kur thuhet se këtë hadith e transmeton Shafiu, do të thonë patjetër do të gjendet te librat e Bejhakiut, do të thonë, prandaj mjafton vetëm të përmendet njëri që kuptohet se e kanë transmetuar të dy. Mirë, do të thënë kjo tregon rëndësinë e transmetimit të hadithit, edhe do të thotë angazhimit dietarëve. Kjo në secilin mëdhëb, siç thash, si në mëdhëbin Shafi, gjithashtu mëdhëbin Hambeli, ata që kanë dashur, do të thënë që e kanë dashur, do të thotë fikun e Imam Ahmedit, kanë mbledh hadithe të shumta, edhe në mëdhëbin Maliki po ashtu, edhe gjithashtu edhe në mëdhëbin Hanefi është libër i njohur që quhet Nasbur Raje, do thotë pra me takhrixhin e haditheve të librit El Hidaye, që e ka bërë Imam Zeilai, gjithashtu do thotë për të mbledhur argumentet sahiha, do thotë që janë përdorur në fikun Hanefi. Do thotë të gjithë dietarët kanë mbledh hadithe të shumta dhe i kanë shërbyer sunetit, do thotë edhe në këtë mënyrë është mbrojtur feja në mënyrë të plot, komplete. Në këtë hadith që transmeton këtu Abdullah ibn Mas'ud, edhe tham është i transmetuar nga shumë prej sahabeve, ka përmendur këtu Zeid ibn Thabit, edhe ka shumë të tjerë prej sahabeve që kanë transmetuar këtë hadith. Edhe e shohim se këto hadithe që flasin për rëndësinë e përpikmërisë në transmetim janë hadithe mutawatira. Do të thonë sikur ky Allahu ja ndriçoft fytyrën ose ja ndriçon fytyrën robit që e transmeton hadithin, do të thonë. Gjithashtu edhe hadithi tjetër ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men kadhaba alayya mutaammidan, do të thonë kush gënjen për mua qëllimisht, le të përgatitet për ulsen në zjarr. Këta dy hadithe janë prej haditheve që më shumë i kanë transmetuar sahabët. Do të thënë, dhe sepse i kanë kushtuar rëndësi këtij aspekti, edhe janë kujdesur që transmetimi nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të jetë në mënyrë precize, pa shtuar ose pa ndryshuar diçka prej fjalëve, ose pa lënë diçka mangët. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, naddarallahu abdan. Do të thënë këtu në këtë transmetim është Allahu ndriçoft një rob, ose në transmetim tjetër naddarallahu wajha imri'in. Do të thënë Allahu ja ndriçoft fytyrën një njeriu. Edhe në do të thënë transmetime të shumta, pra me që hadithi është shumë i transmetuar, qëllimi është dhënia e bukurisë dhe dritës në fytyrën e njeriu që e mëson hadithin dhe transmeton atë. Për këtë shkak, përpara se të arrimte ajo, do të thënë kjo shprehje në gjuhën arabe, naddarallahu, do të thënë mund të jetë kuptimi i lutjes, do të thënë Allahu ja ndriçoft fytyrën, ose mund të jetë kuptim i informimit, do të thënë se Allahu ja ndriçon fytyrën këtij robi, i cili e dëgjon fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe e ruan atë, dhe pastaj e kupton atë, pastaj e transmeton atë, do të thënë ja bart dikujt tjetër. Ndriçimi, do të thënë është ndriçim ose është lutje nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ose është informim. Por rezultati praktik është i njëjtë. Nëse është lutje nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do të thënë padyshim se ajo ndodh, dhe nëse është informim, gjithashtu është diçka që ndodh, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka treguar për
ndonjë ndodhi në të ardhmen, ka fol vetëm me atë që ja ka shpallur Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe kanë përmendur dietarët se kjo do të thonë që njeriu që angazhohet me mësimin dhe transmetimin e hadithit, Allahu ja ndriçon fytyrën edhe në dynja, edhe e bën të dashur dhe të këndshëm për njerëzit, fytyrën e tij, dhe gjithashtu ja bën fytyrën e ndriçuar dhe të bukur në ditën e gjykimit. Dhe është i përfshirë me mëshirën e Allahut dhe ka këtë ndriçim nga Allahu, atë ditë ku Allahu, do të thonë, do t'i shpërndaj dritat e tij dhe do ta shpërndaj këtë bukuri, si ka thënë Allahu në Kur'an, ta'rifu fi wujuhim nadratan na'im. Do të thonë, në fytyrat e tyre duket bukuria dhe ndriçimi ose shkëlqimi nga kënaqësitë e xhenetit. Edhe kjo është për shkak se kanë ndjekur udhën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka thënë, do thotë, janë ndriçoft fytyrën një njeriu që semi'a maqalati, do të thonë që e dëgjon fjalën time, ose ka një tjetër transmetim që e dëgjon hadithin tim, ose do të thonë që e dëgjon fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, do thotë të sakt, fe hafidhaha, edhe e ruan. Dhe kjo ruajtja, pra qëllimisht nuk e përkthej e mëson përmendsh, sepse ruajtja e hadithit bëhet në të dy mënyrat, ose duke e mbajtur mend në zemër, ose duke shkruar të sakt, ashtu si e dëgjon. Ka në tjetër transmetim, e ruan ashtu siç e ka dëgjuar. Domethënë të sakt, siç e dëgjon nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e shkruan në libër ose në fletore, ose e mban mend në memorie, dhe wa'aha, po ashtu edhe e kupton këtë fjalë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E kupton çka kërkohet në ta, edhe shpjegimet e sahabeve dhe shpjegimet e dietarëve në lidhje me këtë hadith, wa addaha kama sami'aha, siç është në transmetim tjetër, dhe pastaj e transmeton ose e përçon ashtu siç e ka dëgjuar, të sakt, pa ndryshim në fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe kjo është, do të thonë, mbartja e diturisë dhe është rëndësia e transmetimit të sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Do thotë, në këtë mënyrë sahabët, pasi siç thamë e kanë përmendur shumë këtë hadith, do të thonë se i kanë kushtuar rëndësi kësaj. Kur i kanë dëgjuar fjalët nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, janë mundu me gjithë përpjekjen, do të thonë, që ta marrin sakt, të plot, ta dëgjojnë mirë. Dhe shumë prej sahabeve edhe kanë shkruar edhe hadithet. Edhe shumica i kanë mësuar përmendsh, edhe janë mundu ta kuptojnë dhe ta praktikojnë atë, ta zbatojnë në përditshmërinë e tyre. Dhe pastaj kanë transmetuar te tabiinët, dhe tabiinët gjithashtu e kanë mësuar në këtë mënyrë prej sahabeve, e kanë transmetuar te gjenerata tjetër, atba'ut tabiin, edhe ata po ashtu e kanë mësuar në këtë mënyrë hadithin. Dhe për këtë shkak e shohim dietarët e hadithit e kanë përmendur në fillim të librave të tyre, ose në temat që kanë të bëjnë për këtë çështje, që i kanë nxitur nxënësit e tyre që ta mësojnë, domethënë, në këtë mënyrë precize hadithin dhe ta transmetojnë, ta përçojnë ashtu si e kanë dëgjuar. Për këtë shkak disa prej dietarëve kanë përmendur që kanë thënë kush do që t'i zbukurohet fytyra, le të angazhohet me mësimin e hadithit. Pasi kjo është fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që nuk flet nga hamendja, por është vetëm shpallje që i shpallet. Pra nëse njeriu angazhohet me hadith, e mëson hadithin, u mëson të tjerëve, e shkruan, e ruan, domethënë atij padyshim se do t'i zbukurohet fytyra dhe do t'i bëhet e ndriçuar në sytë e njerëzve. Mirë po ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, domethënë këtu kanë nxitur edhe për kuptim. Domethënë nuk mjafton vetëm mësimi i tekstit hadithit, por gjithashtu edhe kuptimi wa'aha, e kupton hadithin. Domethënë e kupton se çfarë kërkohet prej asaj fjale, çfarë kërkohet prej veprave përmes asaj fjale, edhe punon sipas tij. Ky është rasti kur njeriu përfiton nga dituria që e ka marrë. Pastaj
e bart të dikush tjetër ka mundësi që është më faqih, do të thonë i thelluar në dituri. Sepse secili njeri kupton fjalët e Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që ta di se çka kërkohet prej tij për të vepruar. Mirë, po nuk është secili në nivelin e fikhut ose kuptimit të thellë, nuk është njësoj. Për këtë shkak ka mundësi dikush e transmeton hadithin, do të thonë që aja ka ruajtur, ja transmeton dikujt që kupton edhe më mirë. Prandaj për këtë shkak shohim që dietar të mëvonshëm kanë nxjerr kuptime të shumta nga një hadith. Kanë shkruar ose ka ndodhur gjithashtu që kanë shkruar libra në kuptimet e një hadithit vetëm. Prandaj ka mundësi që ai i cili e bart diturin e çon deri te dikush që është më i ditur, edhe që është më i thelluar në kuptim. Nuk ka zë. Po thoni jetonit se. Në rregull. Shikoj vetë pak këtë është ndezur kjo këtu poshtë. Po? Në rregull. Atëherë do thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka përmendur edhe kuptimin. Edhe ndodh që njeriu e bart të dikush që është edhe më i ditur, edhe më i thelluar, sepse kuptimi do të flasim për kuptimet e argumenteve ose kuptimin e diturisë do të flasim pak më vonë. Ky hadith gjithashtu është nxitje për të thirrur në fenë e Allahut, për da'wa. Dhe do të thonë këtë mënyrë që njeriu ta kuptojë diturinë sakt, ta marrë sakt, ta kuptoj sakt, të veproj sipas saj dhe t'ua transmetoj të tjerëve. Kjo është rruga e pejgamberëve të Allahut, edhe Allahu na ka përmendur historitë e pejgamberëve që të marrim mësim, do të thënë se si ka qenë përpjekja e tyre, kontributi i tyre dhe durimi në kërkimin në thirrje, në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Kan thënë thot Allahu i lartësuar, një prej shembujve është Nuhi alayhi salatu wassalam, që është përmend, do të thënë ka një sure të veçantë për me këtë emër, surja Nuh. Dhe aty Allahu tregon për thirrjen e Nuhit. Edhe në këtë sure fjala da'wa përmendet shumë herë. Shumë, do të thënë në forma të ndryshme, edhe pse surja është e shkurt, por madhështore me kuptime, përmendet fjala da'wa, thirrje, shumë herë. Si ka thënë, thot Allahu i lartësuar, qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara. Ka thënë, o Zoti im, unë thirra popullin tim ditë e natë. Do të thënë, kjo ka qenë thirrja e pejgamberëve që kanë thirrur pa ndërprerje, edhe ditën edhe natën. Falam yazidhum du'ai illa firara, kurse thirrja ime atyre vetëm u ashtonte largimin, vetëm largoheshin prej meje, duke i thirrur vazhdimisht pa ndërprerje. Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Do të thënë, dhe sa më shumë që unë i kam thirrur që ti t'ua falësh mëkatet, do të thënë për çka ka qenë thirrja e pejgamberëve, që njerëzit të shpëtojnë, nuk ka qenë për ndonjë përfitim të tyre personal. Pra unë i thras ata që ti t'ua falësh mëkatet, mirë po si është reagimi i tyre? Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Ata i fusin gishtat në vesh. Wastaghshaw thiyabahum. Edhe mbulojnë fytyrën me rrobat e tyre. Domethënë as duan ta shohin, as ta dëgjojnë Nuhin alayhi salatu wassalam. Wa asarru, edhe janë kokfort, këmbgulës në devimin e tyre. Wastakbaru istikbara, edhe janë mendjemdhenj, edhe tregojnë arrogant ndaj argumenteve. Domethënë natë e ditë, edhe reagimi i popullit ka qenë ky. Si ka qenë atëherë reagimi Nuhit a.s. Është dorëzu, është largu, se këta nuk marrin vesh, nuk dëgjojnë, përkundrazi, vazhdon. Thumma inni da'awtuhum jihara. Pastaj i thirra publikisht, do të thonë duke u dhënë këshilla në mënyrë publike, në grupe të ndryshme.
thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Edhe i lajmërova, domethënë publikisht, duke mbajt ligjërata në para, domethënë grupeve të njerëzve në mënyrë publike dhe fshehtas gjithashtu një nga një ose pak veta në një grup i vogël, vazhdimisht duke u folur, sepse ka mundësi që njeriu dikush e pranon atë që i thuhet fshehtas personalisht, më shumë se sa atë që e dëgjon për shembull hutbe ose në mësim, dhe dikush të kundërtën, ka mundësi që e pranon atë të cilën e dëgjon në mënyrë publike, më shumë se sa atë që e dëgjon privatisht. Do thot, Nuhi alayhi salatu wassalam ka vazhduar, edhe pse ata kanë këmbgulur dhe janë largu prej tij. Pastaj thot, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Edhe u thash, kërkoni falje nga Zoti juaj. Ai është falës i madh. Yursilis samaa alaykum midrara. Pastaj kanë nxitur, domethënë, se nga ndjekja e rrugës Allahut do të përfitoni gjithashtu edhe të mirat e dunjas. Do t'ju dërgojë Allahu shi të bollshëm, do t'ju japë kopshte dhe lumenj, do t'ju japë, domethënë, furnizim të shumt. Pastaj e ka përmendur madhrinë e Allahut, ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Domethënë, pse nuk e mendoni madhrinë dhe nderimin ndaj Allahut subhanahu wa taala. Wa qad khalaqakum atwara, dhe Allahu ju ka krijuar në faza të ndryshme. Pastaj ka përmendur argumente, domethënë thirrja e Nuhit alayhi salatu wassalam ka qenë e shumtë edhe e vazhdueshme, që është rruga e të gjithë pejgamberëve dhe është kjo që na mëson ky hadith, domethënë që për mësimin e fjalës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe transmetimin e saj. Pastaj ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në vazhdim, thalathun la yaghillu alayhinna qalbu muslim. Domethënë për 3 gjëra nuk ka urrëtie zemra e muslimanit. Ose ka thonë la yughallu ose la yughillu. Domethënë ose është qëllimi se nuk ka ndonjë ndjenjë të keqe në zemër, nuk ka papastërti në zemër nëse i ka këto 3 çështje, ose është për qëllim, domethënë nëse i ka këto 3 çështje që do të përmenden, domethënë nuk mashtron. Ai njeri i cili i ka këto 3 nuk është mashtrues. Domethënë ky musliman i cili ka këto 3 çështje. Dhe gjithashtu zemra e tij është e pastër, nuk ka mlef ose tradhti në zemër ose interesa personale, domethënë nëse i ka këto 3. Cilat janë ato 3? Ikhlasul amali lillah, domethënë pastrimi i veprës që të jetë e përkushtuar vetëm ndaj Allahut subhanahu wa taala, me sinqeritet, që mos e bëj veprën për asgjë përveç se për Allahun e lartësuar, që domethënë vepra e tij të jetë e pranuar tek Allahu, duhet patjetër të plotësoj këto 2 kushte, që të jetë e pastër në përkushtim vetëm për Allahun, me sinqeritet, dhe që të jetë në përputhje me ligjin e Allahut, me atë që ka zbrit Allahu në librin e tij dhe në sunetin e pejgamberit të tij sallallahu alaihi wasallam. Pastaj cilësia e dytë e këtij besimtari që e ka zemrën e pastër dhe është i sinqert, nuk është tradhtar, cilësia e dytë është që është këshillues për muslimanët. Do thënë an-nasihatu lil muslimin, do thotë është i çiltër ndaj muslimanëve. Si ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith që e keni të njohur, ad-dinu an-nasiha, do të thënë feja është këshill ose çiltërsi. Kanë thënë për kë dhe ka përmendur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do të thënë këshill që u drejtohet pushtetarëve të muslimanëve dhe masave të gjera të muslimanëve. Do thotë këshilla që u jepen me ciltërsi, me sinqeritet, me dashamirësi, edhe pushtetarëve edhe popullit thjesht. Do të thënë që të jetë të përmirësohet rruga e tyre, të përmirësohet gjendja, duke mos e kërkuar pushtetin. Do të thënë muslimani i sinqert me zemër të pastër nuk kërkon që ta rrëzojë një pushtetar dhe ta marrë ai pushtetin, por mundohet që ai pushtetar të përmirësohet. Domethënë në këtë mënyrë
është nasih, do të thonë është i çiltër, dashamir dhe këshillues për pushtetarin dhe gjithashtu edhe për popullin. Në këtë mënyrë, do të thonë, sepse besimtari ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, besimtari i vërtetë është ai që ja do vllajt vet atë që e do për vete. Ose ka thënë la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Do të thonë, nuk është besimtar i vërtet një njeri për askush prej jush përderisa nuk ja do vllajt vet atë mirë që e do për veten e tij. Pra për secilin musliman do mirëqenie dhe udhëzim në rrugën e drejtë. Edhe për secilin njeri do që të jenë të udhëzuar dhe të shpëtuar. Edhe për të arritur këtë, do të thonë duhet patjetër me këshill të mirë, edhe për pushtetarët edhe për njerëzit. Dhe këtë përforcon edhe cilësia e tretë që është përmendur, që është wa luzumu jama'atihim, edhe që nuk ndahet prej xhamatit muslimanëve. Do të thonë nuk shkakton fitnë dhe përçarje, nuk shkakton kryengritje ose nxitje kundër pushtetarëve, që të coptohet shteti, të prishet uniteti, do të thonë, por këshillon për përmirësimin e gjendjes, duke e ruajtur unitetin, edhe duke e ruajtur bindjen ndaj pushtetarit. Duke gjithashtu nuk flet tema që shkaktojnë fitnë përveç nëse janë obligim që të sqarohen. Do thënë vetëm ato që është obligim i patjetërsueshëm, do thënë që të sqarohen dhe të këshillohen muslimanët. Se ka përmendur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se do të vinë fitnë të shumta dhe fitnë të rënda dhe devijime të lloj-llojshme. Ka pyetur Hudhaifa ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, ka thonë si më këshillon ose si më porosit të veproj në ato momente, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, talzamu jama'at al-muslimina wa imamahum. Do të thonë qëndro me popullin, do të thonë me njerëz, me grupin e muslimanëve dhe me prisin e tyre, pushtetarin. Do të thonë mos dil kundër pushtetarit dhe kundër këtij unitetit muslimanëve. Ka thonë Hudhaifa radhiyallahu anhu, çka nëse nuk kanë xhamat, nëse nuk është, do të thonë, një shoqëri islame e rregulluar, e sistemuar dhe që kanë një udhëheqës. Nuk kanë xhamat dhe nuk kanë prijes. Si të veproj? Ka thonë atëherë largohu prej gjitha grupacioneve, gjitha këto sekte dhe lëvizje, grupe, largohu prej tyre, qoftë edhe nëse vjen nevoja që të hash rënë të pemëve. Do të thonë, besimtari na ka këshillu i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam që të jemi sa më larg prej fitneve ose atyre që shkaktojnë përçarje dhe përplasje mes muslimanëve. Nëse muslimanët kanë një udhëheqës, duhet të ruhet kjo lojaliteti ndaj udhëheqësit dhe nëse udhëheqësi ka gabime, mangësi, duhet këshillohet të përmirësohet. Edhe të gjithë muslimanët luten për përmirësimin e tij, duke i bërë edhe shkaqe tjera për përmirësim, por jo shkaktimi të trazirave dhe prishjes edhe shkatrimit, coptimit muslimanëve, atë nuk e bën besimtari. Por nëse sheh që është ndonjë gjendje që muslimanët nuk kanë udhëheqës musliman, atëherë largohu prej atyre grupacioneve, grupeve që luftojnë mes vete ose grinden mes veti, largohu prej gjithëve. Edhe adhuroj Allahun sipas asaj që e ka shpall Allahu subhanahu wa ta'ala, qoftë edhe nëse duhet për ta ruajtur këtë, edhe nëse do të largohesh krejtësisht që nuk do të gjesh as ku të shesësh, as ku të blesh, po do të jesh i detyruar vetëm të hash rënë të pemëve, atëherë duro në atë rrugë. Se ka thënë në fund pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, fa inna da'watahum tuhitu man wara'ahum. Sepse fjala da'wa, do të thonë mund të jetë kuptimi për lutje, pra lutjet e besimtarëve, i përfshin edhe ata të tjerë që nuk janë. Do të thonë nëse të gjithë muslimanët janë të bashkuar, e kanë një udhëheqës dhe i bëjnë ibadetet bashkarisht, dhe lutjet e tyre janë të drejtuara në një drejtim. Do të thonë janë të drejtuara që të përmirësohet
gjendja e njerëzve që të udhëzohen të devijuarit, atëherë kjo lutje arrin deri te edhe të tjerë që nuk janë prezent, domethënë, siç dihet për shembull për namazin e Bajramit, ka urdhëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që dalin gjithë, edhe gratë edhe burrat komplet, domethënë edhe gratë me menstruacione, edhe ka thënë edhe ato me menstruacione të prezantojnë, jo të falen, por të prezantojnë në lutjen dhe hajrin e muslimanëve. Pasi ky bashkim në hak, ky bashkim në të mirën dhe lutja e përbashkët, domethënë i përfshin mirësia e tyre, i përfshin të gjithë. Ose është për qëllim thirrja. Fa inna da'watahum tuhitu man wara'ahum, domethënë thirrja e tyre i përfshin edhe të tjerët, domethënë që nuk janë prej muslimanëve. Nëse muslimanët e njohin fenë e Allahut, e njohin Kur'anin dhe Sunetin dhe veprojnë sipas tyre, kanë mençuri, e ruajnë unitetin dhe shtetin e tyre, nuk shkaktojnë trazira dhe prishje, atëherë thirrja, daveti i tyre do të ndikojë edhe të tjerët. Edhe në këtë mënyrë, domethënë gjithmonë ka qenë ashtu gjatë gjithë historisë deri në kohën tonë, domethënë kur shteti që hetë sipas Kuranit dhe Sunetit është stabil, i qetë, i sigurt, e ndihmon da'wan në edhe jashtë shtetit. Domethënë, pra kjo është se thirrja e tyre i përfshin edhe ata të tjerët që janë pas tyre, domethënë që nuk janë në mesin e tyre, edhe nëse nuk është në atë shtet, domethënë në vende të tjera ndikon kjo thirrje, përderisa ruhet ky unitet. Por dhe për këtë shkak kur armiqtë e Islamit edhe armiqtë e Sunetit e shohin fuqinë e thirrjes për Sunet, mundohen ta fusin përçarjen atje te baza, edhe t'i prishin, të shkaktojnë fitne, ta humbin besimin në dietarët e Sunetit, që atëherë padyshim se thirrja atëherë nuk ndikon domethënë në vende tjera. Kurse Allahu subhanahu wa taala na ka urdhëruar që gjithmonë nga mesi jon të ketë një grup njerëzve që thrasin për të mirën, ka thënë waltakum minkum ummatun yad'una ila al-khairi. Domethënë le të ketë një grup prej jush, domethënë le të ketë një grup njerëzve që thrasin për në të mirën, për mirësi. Wa ya'muruna bil ma'ruf, dhe urdhrojnë për vepra të mira. Wa yanhauna 'anil munkar, ndalojnë nga të këqijat. Ulaika humul muflihun, wa ulaika humul muflihun, domethënë dhe këta janë të shpëtuarit. Këta të cilët thrasin për të mirën, urdhrojnë për vepra të mira, ndalojnë nga e keqja, ata janë vetëm të shpëtuarit. Dhe ka thënë wala takunu kalladhina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Dhe mos u bëni si ata që u përçan dhe u kundërshtuan pasi erdhën argumentet. Do thotë, të gjithë e kanë obligim të ndjekin argumentet, të bashkohen në të vërtetën dhe të thrasin të tjerët në rrugën e Allahut subhanahu wa ta'ala. Mos u bëni si ata që u përçan dhe u kundërshtuan pasi erdhën argumentet. Wa ulaika lahum adhabun adhim. Do të thonë se ata kanë dënim të madh. Dhe kjo përçarja, kundërshtimi, vjen vetëm për shkak të ndjekjes së epsheve. Përndryshe, nëse njeriu nuk i ndjek epshet, po është i sinqert dhe i përkushtuar ndaj Allahut, ka do ta ndjek të dërguarin e Allahut. Për këtë shkak sallallahu alaihi wasallam. Për këtë shkak ka thënë Allahu, nëse nuk feil lam yattabi'uka, do të thënë nëse ata nuk ndjekin ty, atëherë dije se janë duke ndjekur epshet e veta. Nuk ka tjetër, do të thënë edhe realiteti është, siç thonë dietarët, do të thënë nuk ka shumë fe, 3 fe ose 4 fe, ose do të thënë lloj-llojshmëri të feve. Ka 2 fe vetëm. Është feja e Allahut dhe adhurimi i Allahut me tauhid dhe feja e shejtanit, shirku. Tjetër nuk ka. Edhe për këtë janë argumentet të qarta. Gjithashtu edhe brenda Islamit nuk ka shumë grupe realisht, domethënë, sepse ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do të ndahet ummeti im në 73 grupe. Mirë po
përfundimi I tyre është dy. Ka thënë njëri grup është I shpëtuar, I tjerët janë, domethënë, në devim. Dhe këta çka ndjekin? E ndjekin epset e tyre. Dhe këto epse janë që shkaktojnë përçarje dhe coptim të muslimanëve. Përndryshe, thirrja në sunet, thirrja në rrugën e drejtë, domethënë padyshim se I bashkon muslimanët dhe I mbledh, I bën të fuqishëm, si ka thënë Allahu, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Domethënë, kapuni të gjithë bashk për litarin e Allahut. Nuk ka thënë kapuni secili për rrugën e vet, për tekat e veta, për epshet e veta, edhe bashkohuni, domethënë hesni, do thotë mbulojni këto kundërshtime, edhe bashkohuni me bashkim të rrënjshëm. Përkundrazi, kjo shfaqja e bashkimit në pamjen e jashtme, kurse kundërshtimi real në ndjekjen e rrugëve të ndryshme, është e qortuar, ka qortuar Allahu subhanahu wa taala, edhe ka thënë për çifutët, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta, ba'suhum bainahum shadid. Domethënë ata kundërshtimet mes vete I kanë të ashpra, shumë të rënda, duken sikur janë të bashkuar, mirëpo zemrat I kanë të përçara. Edhe kjo është diçka që shihet gjithashtu. Pra Allahu na ka thënë kapuni të gjithë për litarin e Allahut. Thot bashkimi I vërtet është kapja për Kur'anin dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj në temën tjetër thot pra tema është bazat e diturisë, ose dituria domethënë është ka tri baza. Thot këtu autori rahimahullah, wa an Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ilmu thalathun. Domethënë transmetohet nga Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma se I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë dituria është tri lloje ose tri deg janë ose tri rrënjë të diturive. Ayatun muhkama, au sunnatun qaima, au faridatun adila. Domethënë një ajet që është muhkam, një sunet që është I ngritur dhe një farida që është e drejtë. Çka do të thonë? Do të thotë pra deri në fund ta lexojmë hadithin, wa ma kana siwa dhalika fa huwa fadlun. Do të thënë, kurse jashtë kësaj, është shtojtë e vlefshme. Do të thënë, sa më shumë pastaj që ka dituri njeriu, është më mirë dhe më e vlefshme, mirë po këto janë rrënjët e diturive. Këtë hadith e ka transmetuar Darimiu dhe Abu Dawudi, thot autori rahimahullah, kanë transmetuar edhe të tjerë, por hadithi është I dobët, ka dobësi në zinxhir, është një transmetues I dobët në ta, dhe zinxhiri I transmetimit është, domethënë, pra hadith daif, por kuptimi I hadithit është I saktë. Edhe për këtë shkak dietarët I përmendin hadithet që mund të jenë të dobta, por secila pjesë e hadithit vërtetohet në hadithet shumë të tjera të sakta, ose vërtetohet gjithashtu në ajete, vërtetohet në hadithet të tjera të sakta, edhe kanë punuar me ta sipas tij, domethënë dietarët kanë përmendur sahabët, domethënë, sepse dituria e sahabeve, e gjithë dituria e sahabeve është e marrë nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Prandaj edhe sahabët kur fjalët e tyre domethënë vinë val pas vale në përputhje me atë hadith që është I dobët, atëherë përmendin këtë hadith, duhet ta dim se është hadith I dobët, mirë po kuptimi I tij është I saktë sipas argumenteve të fesë dhe rregullave të fesë. Dhe kjo padyshim se është e saktë, se dituria është nuk del nga këto korniza. Domethënë ajet ose hadith, tjetër nuk ka. Por këtu është përmendur ayatun muhkama. Domethënë që ajeti të jetë muhkam, edhe kemi treguar për ajetet muhkamat edhe mutashabihat këtu në këtë vend, në këtë xhami, në këto mësime. Domethënë është e kundërta është ajeti që është me kuptim më të përgjithshëm. Nuk është I specifikuar për një çështje. Domethënë kuptimi I këtij
ajeti është i përgjithshëm, këtë e din njerëz që kanë dituri. Kurse dituria bazë që është për secilin musliman, do të thënë janë ajetet e drejt për drejta. Do të thënë urdhri për ta adhuruar Allahun, nuk ka kuptim që mund të komentohet ndryshe. Ka thënë Allahu wa'budullah wa la tushriku bihi shay'a. Do të thënë adhuroni Allahun dhe mos i shoqëroni atij në adhurim asgjë. Kjo nuk ka, do të thënë kjo është prej bazave të diturisë. Ajet muhkem. Edhe ajetet që flasin për çdo gjë që është ghaib. Do të thënë ato nuk komentohen sepse dituria për ghaibin, për të fshehtën, është dituria e veçantë e Allahut subhanahu wa taala. Ne dim prej asaj vetëm atë që na ka shpall Allahu. Prandaj kur flitet për cilësitë e Allahut, ne flasim vetëm sipas fjalëve që ka zbritur Allahu subhanahu wa taala. Pa, do të thënë kur flasim për cilësitë, do të thënë e vërtetojmë atë që ka thënë Allahu në Kur'an ose atë që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në sunetin e tij, pa e përngjasuar ose pa e krahasuar dhe gjithashtu pa e tjetërsu, pa i dhënë koment me kuptim tjetër dhe pa e mohuar atë kuptim që është dhënë në tekst, domethënë. Pra ky është qëllimi me aje muhkeme, domethënë ajet i shkoqitur ose i drejt për drejt dhe me kuptim të qartë. Kjo është një prej bazave të gjithashtu edhe që do të thonë se nuk është ajet i abroguar, por është ajet me cilin punohet. Wa sunnatun qa'ima. Gjithashtu ka thënë edhe një sunet, do të thonë sunet me cilin veprohet. Ky është shpjegimi i kësaj fjale. Edhe kjo është një temë shumë e gjerë, në veçanti për nxënës të dijes, por shkurtimisht do ta përmendim se kanë folë dietarët për veprimin sipas sunetit, si veprohet. Dhe ka ndonjëherë si e shohim hadithi që mund të ketë dobësi në zinxhir, mirëpo me atë hadith është punu gjithmonë. E kanë vepruar sipas atij kuptimi, do të thonë kanë vepruar sahabët, kanë vepruar tabiin, edhe atë kuptim ose pastaj edhe si hadith e kanë përdorur dietarët në të gjitha gjeneratat. Atëherë, këti i thuhet sunet i vepruar. Do të thonë që gjithmonë ka vazhdu veprimi i muslimanëve sipas atij, sipas asaj rregulle, për shembull, ose sipas atij suneti. Kurse ka disa hadithe që nëse këto janë të rralla, do të thonë raste të rralla, mirë po që ta kuptojmë fjalën sunnetun qaime, do të thonë sunet i praktikuar, si më thonë. Ka disa hadithe gjithashtu të rralla që mund të shihen në zinxhir duken se nuk ka asnjë dobësi dhe nuk është hadith i dobët, do të thënë hadithi është i saktë dhe i transmetuar në mënyrë të shëndosh, mirë po nuk është vepruar sipas atij. Asnjëherë nuk është vepruar. Nuk kanë vepruar sahabët, as nuk kanë vepruar tabiinët, as shumica e dietarëve nuk kanë vepruar. Vjen ndonjëherë më vonë dikush prej dietarëve edhe këmbgul që të veproj me ta, edhe thotë se hadithi është sahih, transmetimi sahih, edhe duhet punohet. Mirë po, dietarë të tjerë përgjigjen se kjo është hadith që nuk ka vepruar me ta askush. Do të thënë siç është për shembull një prej haditheve është për pirsin e alkoolit, ka thënë nëse e përsërit edhe herën e katërt, atëherë vriteni. Edhe kjo është hadith, do të thonë që është do të thënë sipas transmetimit është i saktë. Mirë po sahabët nuk kanë vepruar me këtë. As tabin nuk kanë vepruar, askush prej dietarëve, pastaj më vonë dikush vjen edhe thotë se hadithi është sahih edhe duhet të praktikohet. Do të thënë këtij thuhet se kjo nuk është sunet qaime. Do të thënë nuk është sunet i ndjekur. Pra kur themi sunet i ndjekur, duke filluar nga sahabët. Për këtë shkak është me rëndësi ky kufizimi i tretë që e themi, pra Islami dhe dituria e fesë është libri i Allahut, suneti të dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe kuptimi i sahabëve. Do të thënë atë vepër që e kanë praktikuar sahabët, edhe ka qenë e njohur te sahabët, edhe nëse nuk gjejmë ndonjë hadith
të drejt për drejt për ta, ose transmetimi ndonjë hadithi për ta është i dobët, por sahabët e kanë praktikuar, do thotë se kuptimi i tyre, dituria e tyre që e kanë marrë nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, padyshim se është kësaj i thuhet se është sunet i zbatuar te sahabët. Dhe e kundërta, nëse shohim diçka që nuk e kanë vepruar sahabët ose nuk e kanë marrë parasysh dietarët e vjetër, prej tabiinëve ose atba'ut tabiin, nuk ka qenë e njohur, është paraqitur të dietarët e mëvonshëm, është thonë që duhet punohet sipas tij, atëherë nuk i pranohet fjala atij dietarit mëvonshëm, edhe pse respektohet, për diturinë e pozitën. Një shembull tjetër është i përmendur, gjithashtu është pak çështje që ndodh më rrallë, edhe nuk e di a ju ka ardhur në për diturinë tuaj, ka të bëjë me rregullat e haxhit. Është një hadith që thot se kush i gjuan gurt ditën e Bajramit, ditën e Bajramit, haxhilerët bëjnë 4 vepra, që janë hedhja e gurve, heqja e flokëve, tawafu lifada, tawafi kryesori i haxhit, dhe therrja e kurbanit. Këto janë 4 vepra që përveç therrjes kurbanit, këto 3 tjera hynë në daljen prej ihramit. Nëse bën 2 prej tyre, haxhiu del prej ihramit në tahallul asghar, dalje e vogël. Pastaj kur i kompleton të 3, atëherë ka dalë komplet nga ihrami dhe nuk ka asnjë kufizim, prej kufizimeve të ihramit. Dhe ka një hadith që thot, kush i gjuan gurt dhe i pret flokët, por nuk bën, dhe del nga ihrami, kjo është dalja e vogël, dhe nuk e bën tawafin para perëndimit diellit të asaj dite, duhet kthehet në ihram siç ka qenë në fillim. Atëherë nëse nuk arrin ta bëj tawafin deri në perëndimin e diellit të ditës së Bajramit, duhet kthehet prap në ihram, edhe i ndalohet edhe parfumosja dhe veshja e rrobave të qepura e kështu me radhë. Ky hadithi është sahih. Mirë po nuk është përmendur që sahabët kanë vepruar në këtë mënyrë. As të dietarët e vjetër, kanë përmendur disa prej dietarëve të mëvonshëm këtë çështje. Edhe gjithashtu Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab ka përmendur se ka thënë ky është hadith i sakt, por nuk ka punuar askush me ta. Mirë po ka disa prej dietarëve që kanë thonë se duhet të veprohet, siç është Sheikh Al-Albani, rahimahullah, dhe Sheikh Al-Albani ka përmendur që para tij Ibn Qayyim e ka thënë këtë mendim. Por megjithatë, kjo është, shpresoj që nuk e komplikova shumë, që ta kuptoni çka është qëllimi me këtë fjalë sunnetun qaime. Një sunet që është, qëndron në kamp. Që nga koha e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sahabët, edhe kështu muslimanët e kanë vazhduar atë sunet, ajo është dituri bazë, edhe dituri është prej rrënjëve të diturive. Pra ajeti i drejt për drejt, i qartë, dhe suneti i praktikuar gjithmonë, që nuk ka qenë diçka e braktisur në kohën e sahabëve. Për këtë shkak edhe ixhmaja, është në këtë kuptim se kanë përmendur ixhma se ka ndodhur, unanimitet për një mendim, pastaj më vonë dikush e ka kundërshtuar atë. Mirë po ky kundërshtimi nuk merret parasysh, pasi ka qenë një herë që është zbatu ai sunet ose ajo vepër ose ai mendim është zbatu në umet komplet. Edhe ka qenë unanimitet mes dietarëve. Tani pse ka kundërshtuar dikush më vonë ose edhe në kohën e tyre, nëse ka kundërshtuar, nuk merret parasysh. Dhe pjesa tjetër e diturisë ka thënë feridatun adila. Ferida, do të thonë pjesa e caktuar e trashëgimisë. Do të thonë pjesa që është obligim, ajo hisja me thyesa, e përmendëm te mësimet e Umdatul Ahkam, do të thonë ajo që është
e caktuar në Kur'an. Është, domethënë, gjithashtu është prej mrekullive të kësaj çështje që të gjitha hiset e trashëgimtarëve janë përmendur në Kur'an dhe nuk është lënë asgjë jashtë Kur'anit. Edhe është interesant se shumica e haditheve që flasin për faraid, domethënë për ndarjen e trashëgimisë, janë të dobta. Edhe një prej tyre ky që po flasim. Domethënë këtu flet për trashëgimin. Mirpo hadithi në vetvete është i dobët. Kurse pjesët e trashëgimisë të gjitha janë të caktuara në Kur'an, edhe të sqaruara në mënyrë të detajuar që nuk ka për ndonjë temë tjetër prej temave të fikut, veprave, domethënë, që janë detajuar në këtë mënyrë në librin e Allahut. Dhe për këtë shkak Allahu subhanahu wa taala kur i ka përmend ajetet e trashëgimisë, ka thënë tilke hududullah. Këto janë kufit e Allahut. Këto janë rregullat që i ka caktuar Allahu dhe nuk lejohet të shkelen. Edhe ka thënë wa man yuti illaha, domethënë pas këtyre ajeteve që vinë për trashëgimin, ka thënë wa man yuti illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa dhalika al-fawz al-azim. Domethënë ai që i bindet Allahut dhe të dërguarit të tij, Allahu e fut në xhenete në për të cilat rrjedhin lumenj, ku do të jetë përgjithmonë pafund, dhe kjo është fitoria e madhe. Domethënë përmendet pas trashëgimisë kjo. Pastaj ajeti vijues wa man ya'si Allaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu. Domethënë kurse ai që i kundërshton urdhrat e Allahut dhe të dërguarit të tij sallallahu alaihi wasallam. Dhe i shkel kufit e Allahut, që ka domethënë kontekstin e trashëgimisë, atëherë yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu adhabun muhin, atëherë Allahu atë fut në xhehenem, ku do të jetë përgjithmonë dhe do të ketë dënim poshtrues. Domethënë përmenden këto për faraid. Domethënë prandaj pra dituria është ajeti i qartë, suneti i praktikuar dhe kjo trashëgimia ose hisja e caktuar e drejt, adila, domethënë e drejt e hiseve të trashëgimisë. Wa ma kana siwa dhalika fa huwa fadlun, dhe ajo tjetra përveç kësaj, se përndryshe trashëgimia është përmendur në hadith, gjithashtu që është i dobët, mirëpo e kanë përmendur shumë, domethënë selefët, është transmetuar shumë, domethënë që është dituria e parë që do të humbë, dituria për njohjen e ndarjes së trashëgimisë. Mirë, domethënë përveç kësaj, përveç mësimit Kuranit dhe Sunetit dhe njohjes trashëgimisë, çdo gjë tjetër është dituri shtesë e vlefshme. Edhe kjo është nxitje për mësimin e diturisë dhe tregimi, domethënë për vlerën e diturisë, por ato që janë baza dhe rënj janë këto trija. Besoj që do të mjaftohemi me këta, edhe pse patëm edhe disa hadithe që janë me të vërtet me rëndësi për të folurit pa dituri. Kjo është temë shumë e rëndësishme, por do ta shpjegojmë inshallahu në takimet e radhës. Wallahu a'lam. Edhe lusim Allahun e gjithfuqishëm me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të larta. E lusim ata pasi ai është Allahu përveç të cilit nuk ka të adhuruar me të drejtë, që të na ndihmoj ta përmendim atë, ta falenderojmë dhe në mënyrën më të bukur ta adhurojmë. O Allah, na bëj të dobishme atë që na ke mësuar, na mëso atë që na bën dobi, na shto diturinë, na përmirëso gjendjen tonë tërësi dhe mos na lër të mbështetur në vetët tona asnjë çast. Wallahu a'lam. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين